Përshëndetje e ndjej detyrim moral për të gjithë ju që më keni pyet për babin, si a babi, e për gjithë ju që më keni uru qysh me datë 4 në darkë, mos vaj gabim të smajmen sa ka qenë. E ndjej për detyrim me bë këtë video me babin, sigurisht nuk desha me postu fotografitë vetë as video nga spitali, sepse nuk mu duke hishme fare, megjithatë tani që ka ardhur ke shtëpia, babu si ndjesh? Ndjem me mirë. E hodhe? Po, ja hodhe. Ja hodhe ti. Më kanë uru njerëz të ndryshëm, i madh e i vogël, punojës të aeroportit, punojës policisë, pasagjerë, shoke, miqe, të njohura, të panjohura, të famshëm e jo të famshëm, çan që ka njerëz, më kanë uru shumë njerëz të punojës të topi. Momentin që kam dalë, më kanë thënë të shkume, mos u mërzite, do bëhet mirë, edhe kam dash me ta thënë që ke pas dashurinë e shumë njerëzve. O a ktheshim për orëksime të gjithve, por në besoj se prisha dhe punë. Ja, më ka përsa së më prisha punë, që a punë e prisha, s'ke prish punë fare. Biles mos thamë që i ke bërë ndërë një vajzë shumë të mirë, sepse i ke heqë njëri që bezdiste nga afër, kështu që as i punë s'ke prish. Kështu që Zotit si ma mirë edhe mos po fshoma kur aty. Faleminderit shumë. We're so thankful at Chelsea Westminster Hospital as well. To everybody there, all my love and all my respect to everybody working there, to all the doctors and the nurses and everyone. Thank you so much. Zoti në qiell edhe blusat e bardha ban që unë t'jem sot këtu. Mos e jeri fort tash. Patjetër. Jeri fort dhe vetë. Patjetër. Ja ratë mirë. Ju faleminderit gjithëve, shumë faleminderit për mesazhet, për telefonatat. Përshëndetje.